Një firmë sot shpëton një jetë nesër është nisma që synon të sjellë më shumë shpresë për familjet e fëmijëve që kanë nevojë për trajtime të specializuara mjekësore jashtë vendit. Organizatorët e kësaj nisme pas Korçës kërkuan mbështetjen e qytetarëve në Shkodër, ashtu si kurse në çdo qytet tjetër. Ideja ka lindur nga nevoja për të garantuar trajtim të barabartë dhe dinjitoz për çdo fëmijë, duke shmangur barrën e rënd financiare që shpesh mbien mbi familjet. Nisma është nxitur nga rastet e sëmundjeve të rënda tek fëmijët, të cilët thuajse çdo shtetas i Shqipërisë është përballur në rrjetet sociale, në media, në thirrjet për të mbledhur fondet e GoFundMe e fondacionet të tjera të ngjashme. Shteti duhet marrë përgjegjësi, detyrimi për fëmijët është kushtetues, është ligjor, është moral. Nisma, e cila me mbështetjen e 20.000 qytetarëve pritet të kthehet në projekt ligj, parashikon mbështetje financiare nga shteti për trajtimet mjekësore të fëmijëve 0 deri në 18 vjeç në rastet kur ato nuk mund të realizohen nga sistemi publik kombëtar. Ato çka ne sot kemi evidentuar janë një sër sëmundjesh të cilat janë të njohura nga institucionet e shëndetit publik në vend që nuk arrin të kurohen brenda vendit. Dhe pikërisht për këto sëmundje, për fëmijët 0 deri në 18 vjeç, ky projekt ligj arrin që të krijojë kushtet që këto të financohen nga shteti, nga taksat e shqiptarëve dhe të shkojnë dhe të kurohen jashtë vendit. Peticionet do të vijojnë të jenë të hapura në çdo qytet.